Unë jam dëshmitar, më stomi përnatë shumë po, gjdo 30 ditë, ku jam prezent... Ki punë më shumë më 3, treja, nuk po kom qef unë me thonë, edhe po du të jem shumë i gabuar, po nuk jemi në rrugë të drejtë. Absolutisht qofsha i gabuar, pra po lutem, po absolutisht jo, sepse unë po mendoj që kemi dalë pak pe kontrolit familjar, për arsye sepse gjithmonë edhe shtetet ma moderne që ne po mendojmë me i marë model, e ka një kufi. Nuk mundet një vajzë apo një djallë 13 vjeçar me orë në ora 5 mëngjesit në shpe. E mos me ditë prindi ku është. Kjo është qetësuese. Se mendojnë që po ndodhë kjo? Unë po mendoj absolutisht kjo është një rregull familjar. Unë po mendoj një shfrenim pak sa i teprum i disa familjeve, pavarësisht edhe unë në Kofsha. Janë disa rregullat të cilat i kemi edhe si komb, po duhet të rujmë me fanatizëm. Jo tash që dikush të kjo përna shet filma edhe jo më bo si kohë të gurit, jo. Dallon koha gurit edhe koha e modernizimit. Absolutisht le thot kush çka të don. Unë për veten time nuk ja pranoj fëmijës tam 13 vjet, 12 vjet më marrën 5 mëngjesit. Me alkoola, me droga, me dresë në tjerë, absolutisht unë nuk kalon. Pavarësisht le të merr kush qysh don, po policia ime kishte më qenë që unë Rinë në Kosovë do të thotë përdorin shumë drogë. Unë me sa po shoh edhe me probleme domethënë që i kom po edhe në rrjetet sociale, po edhe në shumë televizione tjera, problemet në shkollë me drogë, problemet në shkollë me therrje, problemet në shkollë me dhunë ndaj njëri tjetrit, absolutisht to për neve duhet me qenë të papranueshme. Ti ndoshta je prezent edhe në jetën e natës, atëherë kur prindi edhe nuk e din se si është i rrethuar fëmia i vet. Çfarë mesazhi e kiti sot për këta prind që ndoshta i lejojnë fëmijë të rinë deri në 4-5 mëngjes, por në bezë që gjithçka është në rregull, edhe nuk e din se çka fshihet prapa asaj. Definitivisht. Unë mendoj që çdo prind i përgjithshëm duhet me ditë rregullat primare. Dihet që në klube është 18+. Me ligj, me kanon, me çish dush merr është 18+. Në shtetet e mirëfilltat e Evropës, që unë jam shumë prezent, do më thonë momentin kër e shohin një fëmijë me sy që është tregon, edhe pamja që është i vogël, ja lyp kartën e identitetit. Ndërsa të na është... Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Kështu që çdo prind, pa marrë parasysh në mënyrë që do me pas një farë kontrollet, sepse ai fëmijë i cili bën 18 vjet, pavarësisht ta është qika, është djalë, llogaritet si i moshës madhore, edhe faktikisht normal që duhet me punu me atë fëmijë, çdo familje. Me eduku, me mësu për që ta bëhat i moshës madhore dhe mendoj që është i vetëdijshëm edhe nuk mundet me deviju rrugëve të këqija, mirë, por një fëmijë 13, 14, 15 vjet, 16 vjet, absolutisht për moshët e papranueshme. Sepse është një kod, është një momentum, nuk mund është ashtë me futë në borg, se dikush me nere merë për kontest, ky për thotë është një fëmijë në borg, jo, absolutisht jo. Mirë, po është një regull, vre. Mund është ashtë unë, na e vetë jemi prende, jemi bo dhe gjyshe, e tashmetarë ty mesa, apo djali, 13 vjet, 12 vjet, në ora 5 mëngjesit e me thonë, baba ose nona, hajde djali ama, apo qika ama, mujta o lodhe, po shose e lodhe. Valo, e në mund që kjo nuk po ndohet rregull.